Ama tash, si ka përcej Ramazani, shejtan do thot janë çliru pi prangave. E shejtani vazifën më të madhe çka e ka me ardhë me të bën vezvese. Se shejtani nuk ka kallash, as nuk ka shpat, as nuk ka allti, as nuk ka brisk. Shejtani çka ka? Gjing, ban të veshit, ban vezvese. Sa të ban vezvese, tek të erti sa të shtin me bon kufër në udhu billah. Të parën vezvese që da të ban, me thonë që s'ka zot. Sikur shkapi jo ban shumë vezvese, disa njerëzve që e kanë zgjat gjuhët e tynve, duke fol keq për Islamin edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah i na rujt. Inshallah Zoti nuk na bashkan me to. Po nëse nuk mundet me të shti mu bon qafir, se gjënoj ma i madhë shka është mu bon qafir. Atëherë të shtin shka me dalë me vraje vllavin tanë. Gjënoj i dytë mas kufrit është vrasja. Allahu dhul xhelal na rujt. Po nëse nuk mundet me të shti me vra vllavin tanë, atëherë shka mundohet me të shti me amor nderin vllavit tanë. Allah i na rujt. Po nëse nuk mundet edhe këtu me të shti, atëherë mundohet me të shti me bon sehire. Sikur shka po bon shumë sehire na për vendin tonë. Allah i na rujt. Edhe kështu me radhë, masën e vinë gjënohet të zvoglu.